Në zonë janë 5 fanellat bardha. Vjen topi, është i lartë, Smajli që goditi me kokë 1-0 Vllaznia. Shpërthejnë shkodranët, Dritan Smajli, një gol fantastik në shtyllën e parë, dërgon topin pikërisht në shtyllën e dytë në minutën e 88. Është një gol shumë i vështirë për të realizuar me kokë, por më tepër vjen nga një mbrojtës. Smajli, minuta e 88, befason vendasit me këtë gol. Dritan Smajli në fest, Rudi Vata. Yn edhshëm në garë për një vend në zonën evropiane. Vllaznia tregon që mbetet një skuadër e elitës së futbollit shqiptar. Shohim një herë, realizimi i këtij goli është me vërtet një nga ato më të vështirit. Në shtyllën e parë, Smajli një diagonale me kokë. Topi Brundon në rrjet në këndin tjetër, nuk mundet dot Rizvani. Fantastik goli i Smajlit. Edhe një herë tjetër, ja vlen të rishikosh këtë moment, por ndërkohë që ka probleme në tribunën qendrore. Ndërkohë që cilë ditë reagimi i Teutës. Edhe njërë ky është goli. Ja vlen të shihet nga kjo kamera mënyra e realizimit të lëvizjet. E punës që është bërë. Dakor, unë kam kanë gjithmonë i bindur që frutet do vinë një ditë. Ne kena punu shumë mirë, kena punu rregullisht, kena punu seriozisht, kena ndërtuar një skuadër solide. Nuk kena një skuadër perfekte, vazhdojmë kena probleme, situatat ndryshme, por gradualisht po punojmë në mënyrë që dalim edhe ne tek vendi që meritojmë. Ka një objektiv skuadra juaj Vata, po synoni që të vazhdoni në këtë ecuri pozitive në ndeshje pas ndeshje? Sinqerisht, skuadra ka objektiv për me luajtur mirë në çdo ndeshje, me fituar çdo ndeshje. Për sa i përket asaj që do të shikojmë ne në fund sezonit, do të shikojmë punën që kena bë, dhe do të shikojmë edhe rezultatet që kena arritur. Për momentin, në ndeshje përqendrohemi për të dhënë maksimumin dhe për të marrë pikë maksimale. Matematika por dhe logjika thotë që jeni në garë, qoftë për kupë, qoftë edhe për vendin e katërt, nisur edhe nga një barazim mes Flamuritarit dhe Kastriotit. Do të ketë një ndarje rezerva skuadra e Vllaznisë apo do të synoni në dy drejtimet? Ne sigurisht që kena shumë lojtarë të rinj në skuadër, kena sigurisht lojtarë që kanë perspektivë. Për momentin jena shumë ngarkum për sa i përket aspektit fizik. Kena bë të 2 javët e fundit kena bë shumë ndeshje, por do të shohim me qetësi edhe situatën shëndetësore gjithë secilit. Do të punojmë shumë edhe me stafin mjekësor në mënyrë që të rikuperojmë lojtarët në kohë. Dhe sigurisht do të përqendrohemi maksimalisht në dy frontet, sepse jemi skuadër futbollit, jemi skuadër profesioniste dhe paguhemi për të bërë një punë deri në ditën që na marron kontrata. E fundit rrugë futbolli si gjithandaj edhe këtu flet me rezultate pozitive dhe duket u mori mirë edhe në kampin tuaj. Po është gjithmonë mirë kur skuadra shkon mirë. Atmosfera është mirë, djemtë janë të mrekullueshëm, janë djemtë që luftojnë, punojnë mirë për njëri tjetrin, janë djemtë që zbatojnë detyrat, janë djemtë që dinë me luajtë futboll. Po ka edhe djemtë tjerë që kanë nevojë me punu shumë, por kjo skuadër po punon gradualisht për të përmirësuar gjitha drejtimet. Punët e mira bëhen avash avash, thonë me gjuhën popullore. Ne po punojmë, po përjetojmë për momentin situatë mirë, siç kemi përjetuar dhe situata vështira, por i kemi përballuar se për këtë punë edhe jemi në profesionizëm për të përballuar çdo situatë që na paraqitet, qoftë mirë apo e keq. Faleminderit Vata dhe ju sukses. Faleminderit juve. Kemi marrë opinion edhe nga ana e trajnerit Vllaznisë, Rudi Vata, pas kësaj fitore e mjaft e rëndësishme të skuadrës shkodrane, 1-0 në fushën e Nikodovanas përballë kryesuesve të Teutës, një rezultat që